Deri në këto momente, për shenjën e Bergjeshës kishim ndikime shumë të mëdha brenda karrierës. Kishim një shkëlqim këtu, po kjo nuk është se vinte për probleme. Do vinin me kushte, pra ishte një periudhë vërtet shumë e lodhshme. Do të kemi tashmë, do të futemi në fazën e realizimit të ëndrave. Do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga sistemi dhe do të kemi një intuit vërtet shumë të lartë. Mund të njihemi me personin e zemrës, personin e ëndrave tona. Gjithë ajo periudhë negative që mund të kenë ekzistuar, si në lidhje me shëndetin, po ashtu edhe në lidhje me vonesa që mund të kemi pasur në stabilitetin ekonomik që dëshironim që të krijonim, për shembull në Bergjeshës në këto momente tashmë jemi futur në fazën komplet tjetër që pothuajse vijnë vetë. Normalisht që vijnë në saj të punës që ne kemi bërë deri tani, asnjë gjë nuk vjen vetë, edhe udhëtime të shumta, mbarimin e periudhave të trajnimeve dhe përdorimin e tyre tashmë për të ardhurat të mira materiale. Në këtë rast kemi mbylljen e cikleve që kanë të bëjnë në lidhje me gjyqjet, me drejtësinë, të cilat do të mbyllen në favorin e shenjës së Bergjeshës.